Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit me shpërplatit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Faqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetje dhe bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatita e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës dobitë shpirtërore dhe shoqërore të buzëqeshjes. Buzëqeshja është një dhuratë e thjeshtë, por me vlerë të madhe në fenë e pastër islame. Ajo nuk është vetëm një shprehje e fytyrës, por një pastrim i dritës së zemrës, i dashurisë për të tjerës dhe i mëshirës që buron nga ky besim. Në një botë ku shpesh njerëzit përballen me vështirësi, një buzëqeshje e sinqertë është si rrezë drite që ndriçon errësirën e zemrave dhe shërben si urë mes shpirtrave. Buzëqeshja, të nderuar dëgjues dhe shikues, është një dritë që del nga thellësia e shpirtit, një shkëlqim i pastër që zbukuron fytyrën dhe zbut zemrat. Ajo është një nga format më të bukura të mirësisë që nuk kërkon pasuri, por shpërblehet me mëshirë të madhe nga ana e Zotit të gjithësisë. Në Islam, buzëqeshja nuk është vetëm një veprim i jashtëm, por një akt i thellë shpirtëror që lidhet me moralin, devotshmërinë dhe ndjenjën e vëllazërisë mes besimtarëve. Le ta nisim me dobinë e parë të buzëqeshjes. Buzëqeshja, të nderuar dëgjues dhe shikues, sjell dhe buron paqe në shpirtin e njeriu. Në jetën e përditshme, njerëzit përballen me brenga, vështirësi dhe trazira të brendshme në jetën e tyre. Një buzëqeshje e sinqertë, e cila buron nga zemra, është si një ilaç që e qetëson shpirtin edhe mbulon atë me paqe. Kur njeriu buzëqesh, ai nuk e ndihmon vetëm tjetrin, por njëkohësisht ndihmon dhe veten e tij. Allahu i plotfuqishëm thot në Kur'anin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Ata që besojnë dhe zemrat të cilëve kur përmendet Allahu qetësohen, vërtet zemrat qetësohen me përmendjen e Allahut. Ajeti 28 i surës Ra'd. Kjo qetësi shfaqet edhe në fytyrat e njeriu. Kur zemra është e qetë, fytyra buzëqesh. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, i cili ishte njeriu me urtësinë më të thellë pas profetit Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ky imam na thot: buzëqeshja e besimtarit është një nga shenjat e kënaqësisë së tij me kaderin e Allahut xhaleshanhu. Pra i besimtar, kur përmend Allahun, është i vjet mjaftuar me atë çfarë ka caktuar Allahu xhaleshanhu, ai buzëqesh dhe është i lumtur. Buzëqeshja pra është dëshmi e pranimit dhe e pajtimit me vullnetin hyjnor, dhe ky pajtim mbjell qetësi në shpirtin e robit besimtar. Dobia e dytë. Buzëqeshja afron njerëzit dhe shuan armiqsinë. Shpesh fjalët nuk mund të arrijnë aty ku arrin një buzëqeshje. Ajo është si një urë që bashkon shpirtra të larguar, shkrin inatin dhe bën që zemrat të afrohen si petalet e një trëndafili. Është një gjest që fshin hidhërimin dhe ndërton ura komunikimi dhe dashuria. Profeti Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ishte shembulli më i lartë i sjelljes më të bukur. Ishte shembulli më i lartë i njeriu me shpirt të pastër, me njeriu me zemër që afron të gjithë, me zemër më të bukur. Ai ishte modeli i të gjithëve. Ai ishte roli më kryesor në shoqëri për ta marrë si model dhe ai ishte vula e profetëve. Ai na thot: mos e nënvlerëso asnjë vepër të mirë, qoftë edhe ta takosh vëllain tënd me një fytyrë të buzëqeshur. Ndërsa Imam Sadiq alayhis salam ka thënë: të qeshurit me besimtarin është bamirësi, edhe buzëqeshja e ndershme është sadaka. Sa herë që buzëqeshim me sinqeritet, ne shpërndajmë mirësi dhe e largojmë hijen e armiqësisë, duke e kthyer atë në dritën e vëllazërisë. Dobia e tretë. Buzëqeshja është shkak për mëshirën hyjnore.
Pra buzëqeshja nuk është vetëm një akt shoqëror, por është një vepër që sjell kënaqësinë e Allahut të plotfuqishëm. Një njeri që buzëqesh me sinqeritet, përhap dashurinë në tokë dhe Allahu i mëshirshëm e shpërblen për këtë sjellje të bukur, Allahu i plotfuqishëm thot në tilla raste: Bismillahirrahmanirrahim. Por bëni të mira, Allahu me të vërtet i do bamirësit. Ajeti 195 i surës Bekare. Pra të nderuar dëgjues dhe shikues, a nuk është buzëqeshja një nga format më të pastra dhe më të lehta të bamirësisë? Imam Aliu paqaqoftë mbi të, duke ngritur këtë gjest në nivel të lartë shpirtëror, na thot: buzëqeshja ndaj njerëzve është nga mirësitë më të mëdha që shpërblen Allahu i plotfuqishëm. Një buzëqeshje e vogël në fytyrën tënde mund të jetë shkak që mëshira e madhe e Zotit të gjithësisë të zbresë mbi ty në këtë botë, por sidomos edhe në ditën e gjykimit. Dobia e katërt. Buzëqeshja fuqizon vëllazërinë mes besimtarëve. Shoqëria islame është ndërtuar mbi vëllazëri, dashuri dhe mirëkuptim. Është ndërtuar mbi ndjenjën e humanizmit, e solidaritetit dhe forcisë midis njëri tjetrit. Kështu është ajo shoqëri që ka ardhur nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Atëherë, pse shumica në ditët e sotme lën vëllain e tij në fe dhe zgjedhin që të vazhdojnë në një rrugë që është e gabuar? Ku është ajo vëllazëria? Ku është ajo dashuria dhe mirëkuptimi, shpirti i ndihmës dhe solidariteti midis nesh? Pse nuk ekziston në ditët e sotme? Ku ne për këtë gjë ka ardhur profeti Muhammed në ato kohë që vëllazëroi midis të gjithë besimtarëve në ato kohë për të ndërtuar këtë fe të lartë të Allahut të madhëruar. Buzëqeshja, të nderuar dëgjues dhe shikues, është një nga veglat më të fuqishme për të ndërtuar dhe ruajtur këtë lidhje. Ajo sjell afër zemrat dhe forcon marrëdhëniet mes njerëzve, duke larguar urrëtitjen dhe zilicarinë. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimi e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: buzëqeshja ndaj vëllait është sadaka. Allahu i plotfuqishëm thot në surën Hujurat në ajetin e 10 të kësaj sureje se: Bismillahirrahmanirrahim. Në të vërtetë, besimtarët janë vëllezër. Andaj, pajtojini vëllezërit tuaj midis tyre dhe kijeni frikë Allahun në mënyrë që ju të mëshiroheni. Ajeti i 10 i surës Hujurat. Nëse pajtimi është urdhër hynor, atëherë buzëqeshja është çelësi për të arritur këtë urdhër të madh hynor. Ajo është ftesë për paqe, bashkim dhe afrim midis shpirtrave. Dobia e 5. Buzëqeshja tregon moral të lartë dhe zemër të pastër. Njeriu që është i mbushur me dritë të brendshme, që e ushqen shpirtin me dhikër, lutje dhe moral të mirë, e pasqyron këtë edhe në fytyrën e tij, sepse buzëqeshja është vula e një morali të lartë, një shenjë e shpirtit të pastër dhe një zemër të ndriçuar. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: Imoraliteti e ndot fytyrën, ndërsa morali i mirë e ndriçon ata. Në të njëjtën kohë, Allahu i lartësuar, duke përshkruar profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë në librin e tij se: Bismillahirrahmanirrahim, se ti je me virtyte madhore. Ajeti i 4 i surës Qalam. Një nga shenjat më të njohura të këtij morali ishte buzëqeshja e përhershme e profetit, i cili, edhe në mes të vështirësive të mëdha, nuk e kurseu kurrë një buzëqeshje të njerëzit. Buzëqeshja, të nderuar dëgjues dhe shikues, të mos harrojmë, është një gjest i vogël, por me një vlerë të madhe. Ajo qetëson shpirtin, forcon vëllazërinë, afron njerëzit dhe mbi të gjitha është e dashur për Allahun. Në një botë ku fjalët shpesh plagosin dhe zemrat lëndohen, le të bëhemi prej atyre që shërojmë me buzëqeshje, që ndriçojnë me dashuri dhe që ndërtojnë paqe me gjeste të thjeshta dhe të vogla. Le të lutemi së bashku: O Zoti ynë, zbukuroje zemrën tonë me buzëqeshje të sinqerta dhe bëna nga ata që përhapin paqe, mirësi dhe mëshirë në këtë botë. Amin, o Zoti i botëve. Në këto momente, të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetje dhe bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begati të Allahut qofshin mbi ju.